Një deklaratë e papritur ka trazuar rrjetet sociale dhe opinionin publik, duke kthyer në vëmendje një nga plagët që ende dhemb. Gjithçka nisi me një zotim të madh financiar, por askush nuk e priste që një akt solidariteti të kthehej në një debat aq të madh dhe të dhimbshëm. Këngëtari i njohur Labino Tahiri bëri publik vendimin e tij të palëkundur për të mbështetur financiarisht Roelin e vogël, djalin e artistit të ndjer Shpat Kasapi, i cili u nda nga jeta në moshë shumë të re. Labi premtoi se nga ky sezon në vazhdim, për sa kohë që ai të ketë fuqi të punojë, do të ndajë saktësisht 150 euro nga çdo dasëm, koncert apo mbrëmje muzikore ku ai do të performojë për t'ia kaluar ato nënës së djalit për rritjen dhe shëndetin e tij. Megjithatë, siç ndodh shpesh, ky vendim nuk kaloi pa reagime dhe kritika. Mes qindra komenteve, dikush i ka shkruar artistit se veprat e mira dhe bamirësitë nuk duhet të publikohen kaq hapur në rrjetet sociale, duke pretenduar se kjo i heq dinjitetin ndihmës. Ky koment ka nxitur një reagim të jashtëzakonshëm emocional nga vet Labino Tahiri, i cili ka prekur zemrat e të gjithë njerëzve me sinqeritetin e tij të zhveshur nga çdo petk suksesi. Në përgjigjen e tij, ai nuk zgjodhi të mbrohej me arrogancë, por foli me gjuhën e një prindi që ndjen të njëjtat frikra si çdo njeri i thjeshtë. Labi u përgjigj me fjalët rrënjëse. Unë jam baba vet. Nëse ndonjë ditë më ndodh edhe mua ajo që i ndodhi Shpatit, do doja me gjithë shpirt që dikush të bënte të njëjtën gjë për fëmijët e tij, që ata mos të mbeten kurrë vetëm. Liri e ndjer ka ndryshuar tërësisht rrjedhën e debatit. Ajo që nisi si një premtim i thjesht material, u shndrua në një pasqyrë të fortë njerëzore, duke na kujtuar se pas famës dhe dritave të skenës, artistët mbeten prindër që ndajnë të njëjta shqetësime për të ardhmen e familjeve të tyre. Po ju, si mendoni, a është mirë të publikojmë në rrjetet sociale ndihmën që mund t'i japim të tjerëve? Për më tepër, mund të na lini mendimin tuaj në komentet poshtë videos.